Fillimisht duhet thënë që neni 26 të ligjit për qeverinë duhet parë në kuptim të përmbajtjes së tij, i cili nënkupton që ka të bëjë me papajtueshmërinë e ushtrimit të funksionit, që nënkupton se një person i zgjedhur deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk mund njëkohësisht të ushtrojë edhe funksionet të tjera, përfshirë edhe ato ekzekutive përkatësisht antar qeverie. Mirë po është po ashtu e rëndësishme të konstatohet fakti që kur konsiderohet një deputet i zgjedhur. Këtë besoj që ka dhënë përgjigje e jashtëzakonisht të mirë dhe qartë Kushtetuta neni 70 paragrafi 2 që përcakton se mandati i deputetit fillon në momentin e certifikimit të rezultateve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dispozita në nenit 26 po ashtu duhet të parë edhe në drejtim të asaj që duhet më zbatu, pavarësisht që mos zbatimi i dispozitës së tillë nuk është që paraqet ndonjë sankcion. Mirë po megjithatë ligjet edhe kur janë të tilla dhe jo mjaftueshëm të qarta nga kushdo qoftë as më tepër nga krerët shtetëror duhet të zbatohen. Fillimisht duhet me pas parasysh po ashtu faktin që vendi nuk mund dhe nuk duhet të mbetet pa qeveri, qoftë qeverinë e dorëheqje, qoftë qeverinë e detyrë. Dallimet janë nuancore për faktin se qeveritë të tilla si rregull kanë mandat, kanë fushë veprim të kufizuar dhe në drejtim të kësaj janë ose ushtrojnë, si më thonë, detyra dhe përgjegjësitë të kujdestarit. Prandaj vlerësoj që pavarësisht mosdhënies së dorëheqjes që në bindje ndime do duhet reflektuar në raport me këtë dispozitë, megjithatë vendi ka një qeveri kujdestare, një qeverinë e detyrë, e cila ushtron detyrat të domosdoshme esenciale deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Është po ashtu e rëndësishme të thuhet se dispozitat kushtetuese, edhe gjykimet e gjykatës kushtetuese si ai i vitit 2014, po ashtu edhe ai i vitit 2020, përcaktojnë përveç se rolin determinues dhe të rëndësishëm të institucionit të presidentit në këtë çështje, përcaktojnë detyrime në drejtim të themelimit të institucioneve sa më parë që të jetë mundur në drejtim të jetësimit të vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhje. Afati prej 30 ditësh fillon me rrjedh nga dita e djeshme kur janë certifikuar rezultatet e zgjedhjeve dhe besoj dhe shpresoj që në pajtim me nenin 66 të Kushtetutës së vendit, presidentja e vendit, e cila në këtë fazë të procesit të themelimit të institucioneve ka rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në konsultim edhe me subjektet politike, do të reflektojnë në raport me mandatin dhe përgjegjësinë që ka dhe pavonisht të ftohet seanca konstitutive e Kuvendit.